Miqtë Prizmës, ditë e funit, saktësisht dje, duke nisur nga par dje për dje, del një Eurobarometer, Euronews Albania krijon një lloj pyetësor, nuk quhen sondazhe të mirë fill, janë sondazhe që krijohen nga shumë televizione, nëse ko fushat elektorale dhe të tilla gjëra, si më thënë, janë me shumicë. Por gjithsesi mund të konsiderohen deri diku të disa televizione mund të konsiderohen serioz. Me një marsh prej 1600 vetësh pyetësor, edhe ka dalë që sigurisht 40.6% e qytetarëve nëse zgjedhje do të bëheshin sot, do të votonin Partinë Socialiste. 30% e tyre do të votonin koalicionin e Aleanca e Shqipërisë Madhështore, drejtuar nga Sali Berisha. E më radhë, pastaj vazhdon 6.7% e qytetarëve do të votonin koalicionin Nisma, Shqipëria bëhet, 4.4% Partia Mundësia, 1.8% Lëvizja Bashkë, 1.1% koalicioni Euroatlantik, 1% Partia Socialdemokratë, 0.9 partitë e tjera, ndërkohë 13.5% e qytetarëve janë të pavendosur për të dhënë përgjigje kësaj pune. Një pjesë të tjetër nuk do të votojnë, një pjesë përgjigjen nuk di ose refuzojnë të përgjigjen kësaj pyetje. Sigurisht ju po shikoni një grafik edhe një element të tillë përcaktues. Tash pse po bëj edhe këtë diskursën, se të thush që i besoj. Nuk është se i besoj, për ne këto gjëra i dim edhe vetvetiu, por praktikisht ka një përqindje, dhe përqindja e ndarjes të asaj dëshirës për të votuar është një diçka, dhe kodi zgjedhor, mënyra se ku të çon ky lloj votimi është një diçka tjetër. Se edhe me këto përqindje ti marrim të mirë fillta. Dhe diçka vërtetojnë që një pjesë e madhe atyre partive në këtë lloj ndarje nuk do marrin asnjë deputet, sepse kodi zgjedhor nuk të lejon ti marrësh deputetët aq kollaj, duke votuar në mënyrë të tillë. Me shtesën e bie fjala atyre që ne i quajmë imigrantë ose shqiptarët që jetojnë jashtë shtetit, por që do kanë marrë përsipër të votojnë, do të rritet edhe marzhi i daljes së një deputeti, sidomos mas listës së mbyllur. Pra nëse ka qenë dikur nga 10.000, 40.000 njerëzit, votuesit sot të bëhet 12 ose 13 me këtë lloj shtese. Megjithatë nuk është ky diskursi im. Diskursi është ajo që në të gjitha sondazhet vërtetohet kjo. 40 e sipër Partia Socialiste dhe 30 e poshtë Partia Demokratike. Këto janë forcat që do mbledhin edhe numrin e deputetëve. Është ndryshe përqindja, është ndryshe numri i deputetëve. Dhe kodi është përgatitur i tillë që sigurisht e kanë shumë të vështirë partitë e tjera të marrin vota jashtë dy partive të mëdha, të cilat përbëjnë votat, të cilat përbëjnë deputetin, përbëjnë numrat. Dhe demokracia është numër. Ky është diskursi që desha të bëj. Si t'jetë e vërtet kjo anketë, si mos t'jetë e vërtet, si ku t'jetë edhe kokë përmbyshur, kokë poshtë. Nuk ka rëndësi fare. Në një moment që dy të mëdhajat janë mbi 40, mbi 30, po edhe 30, është shumë e vështirë, jashtëzakonisht e vështirë që partitë e tjera të marrin. Duhet që të çajnë deputetët në mënyrë. Koalicionet kanë një lloj vlere, sigurisht i kanë një lloj vlere, por ç'mund t'ju bësh kësaj vlere kur taborret për shembull në Tiranë ose në Shkodër ose në Fier grumbullojnë në mënyrë të tillë në bazë të atij kodi zgjedhor. Dhe di çfarë ndodh? Ndodh që të gjitha ato ju është dashur për një deputet shumë më tepër vota partive të vogla për të nxjerrë deputetin e tyre. Gati 2 fish të votave, sesa partive të mëdha. Nuk e di, apo kuptoni se çfarë dua të them. Është një shterësim i jashtëzakonshëm, një lodhje e jashtëzakonshme e atyre që guxojnë të çajnë monopolin e dy të mëdha. Është bërë në mënyrë të tillë. Dhe është një nga si të them tash, është një nga pengesat e demokracisë reale, prezantimit të demokracisë dhe përfaqësimit demokratik në Shqipëri. Nuk duan ta besojnë, e kanë zgjidhur dy të mëdhajat, por sigurisht ato i shërbejnë njëra tjetrës. Këtu janë bashkë. Ai bën marrëveshje të bashkët, do ta kuptojnë që këto marrëveshje janë për tu privilegjuar ato dhe
dhe sigurisht penguar të tjera të cilët do t'i kundërshtonin. Këtë po mundohem të shpjegoj. Tash në këtë lloj shpjegimi gjithkush bëhet edhe tifoz. Këtu nuk ka punë tifozdeku, këtu është punë numrash. Punë për llogaritjesh. Kur një parti ka marrë në Shqipërinë 50.000 vota dhe nuk nxjerr një deputet, ma shpjegoni jo se ku është pjesa e demokracisë këtu. Dakord? Ja këtë pyetje desha t'ju bëj. Po ka ndodhur që të marrin edhe më tepër se sa aq, edhe mos ta nxjerrin. Mund të ndodhi edhe kësaj radhe. Dhe pastaj fillojnë marrëzirat, se zakonisht i bëjnë gjërat e tilla dhe pastaj njëra që humb, që dihet se kush do humbi, është e qartë, janë gjithë sondazhet që e vërtetojnë se kush do humbi. Unë kam thënë edhe herë tjera, kjo fushat elektorale bëhet për vendin e dytë, vendi i parë dihet se kujt është edhe pushteti dihet se kujt është. Për vendin e dytë, do patjetër Sali Berisha të mbledhet sa të mundet. Dhe normalisht do të ishte gëzimi i tij që ta marrin mbi fjala Adriatik Llapaj ose ku diun se kush janë të tjerë këtu që vinë, Agroshe e kompani. Nuk do mundën të bëjnë asgjë, ose edhe nëse bëjnë jashtëzakonisht pak, sepse kanë kopsitur kodin zgjedhor në mënyrë të tillë. Kush? Sali Berisha me Edi Rama. Do marr, a kanë drejt ta bëjnë? Sigurisht që kanë drejt bëjnë, se do bëjnë marrëveshje. Por a është drejt demokratike? Sigurisht nuk është kaq demokratike. Dhe sigurisht nuk i shërben kaq shumë demokracisë në Shqipëri. A është jo demokratike? Jo, këtë nuk mund ta them. Është në drejtën e tyre ta krijojnë shumë miq, sepse edhe kjo është pjesë e demokracisë dhe ta bëjnë. Si u ta pëlqeje unë? Ja po ju them. Sigurisht që unë do isha për demokracinë gati athinjote. Unë do t'isha që të drejtë për votimin do kishin ata njerëz të cilët sigurisht nuk janë dënuar, sigurisht janë kontribuent dhe sigurisht bëjnë pjesë, regjistrohen për votim. Do ta kisha bërë në këtë lloj mënyre. Ne nuk e kemi kështu. Ju japim të drejtën barabart të gjithë atyre që nuk janë barabart. Dhe kjo për mua është në nonsens të demokracisë. Dakor, miqtë mi, kjo ishte për sa i përket këtij elementi, të këtij lloj barometri dhe këtyre lloj pyetësorëve, por nuk e bëra vetëm për këtë që bëhet ke Euronews Albania, po për të gjithë pyetësorët e tjerë. Baza, sondazhet, baza është kodi zgjedhor, ai është që premion dy partitë e mëdha. Kaq. Pik. Çka kisha tjetër? Drejtësia e Sali Berishës. Shoh një ditë duke sulmuar sigurisht si me metodën e Sali Berishës drejtësinë edhe duke folur për drejtësinë, po shikoja një të kërkuar të drejtësisë që ka qenë krye prokuror dhe ai i pasurive, deklarimit të pasurive dhe që quhet Adriatik Llapaj. Hajdut ish i ndjekur, i dënuar, njeri i Sali Berishës, i ngritur në pjedestalet më të mëdha me efektin e persekutuarit, i cili vjen krejtësisht fukara dhe deli pasur nga historia e drejtimit drejtësisë nëpërmjet tij, krye prokuror, edhe sidomos një njeri i cili premioi duke mos deklaruar si lloj pasurie, duke përfituar pasuritë të vetën në mënyrë absurde dhe duke shkatruar gjithë sistemin e drejtësisë. Folklorik deri ku nuk mbante më, njeri i cili sigurisht i përshtate në mënyrës më legjemplote, në mënyrë katastrofike të drejtësisë Sali Berishës. I tjetri është ai noja i atentatit të Durrësit, i cili vazhdon të bëjë fushat për nxjerrje jashtë nga drejtësia dhe i hetuar. Edhe i fundit është super drejtësia shqiptare e Gjingjonit. Ju kujtohet ai që merrte lejen e Barrës në vend të shoqes për të shmangur drejtësisë dhe që sigurisht doli jashtë nga sistemi i drejtësisë sepse ai nuk mund të ishte brenda nga zullumet e jashtëzakonshme. Kjo është drejtësia e Sali Berishës, këtë pret. Këtë të presin spaku, këtë të presin gjitha, premtimet e tij janë të shkrihet, do arrestohet ky, do futet ky, i bën kështu me gojë Sali Berisha, ç'as bën, ç'as ndërton. S'ka ndërtuar kur asgjë në jetë vet, por këto i ndërton këto skemat kështu dhe janë të prirur 20%, 30% e popullsisë, ai 30% që keni parasysh ai Partisë Demokratike,
Dash ta besojnë, dash mos ta besojnë i ka mrapa, sepse ata duan gënjeshtër e dashurojnë mashtrimin, dashurojnë edhe një pushtet krejtësisht idiot tipik i Sali Berishës. Po kjo është drejtësia. Domethënë bo me ardh drejtësia e Sali Berishës, Sali Berisha në pushtet ke atë i kladhen, atë nojën e atentatit dhe gjingjonin. Këta do formojnë drejtësinë shqiptare. Dakord? Trumpi bën një deklaratë fantastike, tipike Trumpit, për punë tarifat ti, kanë ndaluar për 90 ditë tarifat e të gjithë tjerëve dhe i ka lënë vetëm Kinës. Dhe ndëshkon Kinën me tarifa deri në 200%, mund ta çojnë 134%, 134%. Nuk e falë, sepse edhe Kina i përgjigjet arrogancës ti, po themin, thojza, me po të njëjtën arrogancë që ka. Por të tjerëve ka pezulluar edhe tha, shiko tha, do të vinë, do të mputhin bythën për këtë punë, sepse unë kam të drejtë. Tregon një lloj arrogance pa limite, por çfarë ka ndodhur me botën? Si duhet? Ka ndodhur humbjen e disa miliardave në bursë, por nafta po bie dhe shumë materialet lënë para kanë rënë si çmim. Kjo ka ndodhur, një anë ka humbur, por në anën tjetër është fituar shumë. Çfarë ka ndodhur realisht? Të gjithë do tentojnë që të merren vesh me Amerikën, të bëjnë një anë kontraktuale të ndershme. Sepse kishte ndodhur ky element. Të gjithë taksonin Amerikën, Amerika mundohej të toleronte të gjithë. Kjo nuk funksionon. Këtu tash ka të drejtë, plotësisht të drejtë Donald Trump. Kishte ndodhur që për 30 vjet rresht, mos më tepër, po sidomos 20 vjetet e fundit, të gjithë të taksonin Amerikën dhe Amerika të toleronte të gjithë. Përfshi dhe Kinën dhe pranimin e saj në organizatën e tregtisë. Duke u rritur në kurrizë të Amerikës, duke marrë nga fuqia e Amerikës, duke degraduar tregun e brendshëm dhe të jashtëm të Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe njëkohësisht duke krijuar për Shtetet e Amerikës bashkimin e madh të shteteve federale që ka Amerika, dhe sidomos për thesarin e saj dhe njëkohësisht për tregtinë e saj dhe për buxhetin e saj, një borxh prej 40 trilionësh, borxhi më i madh botror. Pse? Sepse Amerika po tregoi jo thjesht syleshe, por nuk po mbronte ekonominë e saj. Duke formuar boshllëqe të jashtëzakonshme, duke i mbushur ato boshllëqe me armiq tregtar, saj e them thojza, duke krijuar papunësi dhe njëkohësisht duke larguar punën nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kjo gjë, me sa duket, me Trumpin ka marrë fund. Dhe rivendoset edhe një herë fuqia e madhe e Amerikës dhe njëkohësisht puna aty, harron edhe punonin. U krijua obezitet jo vetëm trupor, por edhe obezitet edhe në punë. Po jetonin në limonti dhe njëkohësisht nuk po prodhonin asgjë ose po prodhonin në mënyrë jo kaq shumë konkurrente nëpër botë, duke qenë vendi më i pasur i botës e vendi më i madh i botës për sa i përket jo vetëm tregtisë, por edhe fjalës së shkencës. Po ja kalonin gjithë, sidomos kundërshtarja numër 1, që është Kina. Në këtë rast, tash vjen momenti që duhet rinegociuar çdo gjë me Amerikën. Përndryshe s'ka. Mikja jonë më e madhe që është Italia, sigurisht. Giorgia Meloni do të shkojë shumë shpejt, në datë 17, nuk e di se ku e ka, mas e gaboj. Por e ka për të shkuar, për ta negociuar, dhe shumë të tjerë po tentojnë të negociojnë. Janë penguar për 90 ditë, po plotësoj edhe një herë. Kinës nuk i është larguar, dhe sidomos kërcënohen prapë nga tarifat sepse kundërshtari numër 1 edhe sigurisht superfuqia tjetër e botës është pikërisht Kina. Amerika nuk kanë mend, Donald Trump nuk kanë mend ta tolerojë më, sidomos Republikën Popullore, Republikën e Kinës, Republikën Popullore të Kinës. Dakord, miqtë e mi, ky është efekti. Efekti është ndalesë për gjithë në ditë dhe hajde të negociojmë, pavarësisht fjalëve të rënda që flet Trumpi, më lëpini bythën, se kështu është shpreha në anglisht. Po e them copë, sepse kur e thot ai pse mos a themi edhe ne, për çfarë do të kemi më pudor ne, se sa presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kështu e ka thënë, kështu po themi edhe ne. Pastaj vjen ai bip punës, vjen ai bip, ky është diskurs tjetër. Po kështu e ka thënë, kështu po e them edhe unë. Praktikisht kjo është gjendja. Ne rinegociojmë tarifat për bashkët, një nga rinegociimet është se ne tatojmë 10 edhe ti 10, ose mund të diskutojmë një gjë të vogël për përfitime të arsyeshme, po jo sigurisht India ta thonte Amerikën 20 e 30 dhe Amerika i ndin
hiç fare ose 10%. Funksionon kështu puna. Tash po rivendoset edhe një herë ekuilibri midis tarifave dhe njëkohësisht marrëdhënieve tregtare në Amerikë. Dakor? Po përgatitet të bëjnë një vizitë para datës 16, kur është ai takimi i famshëm në Tiranë, edhe kryeministri britanik. Mirë po, erdhi gati në kufite fushatës elektorale ministre e jashtme e re, si më thanë, e Evropës. Përshtypja e saj ishte kjo, ai është një grua simpatike, kështu, por jo kaq karizmatike. Më duk një grua, si më thanë, e kuadratuar me një diskurs të varfër për sa i përket mënyrës së folurit, ndoshta me bindje shumë të sakta, por jo me atë karizmën e një ministre të jashtme të Evropës. Nuk ka qenë ai tjetri më përpara më mirë, kjo s'pakut ishte një femër simpatike, ishte tmerrsisht i shëmtuar, por jo kaq shumë e elaboruar me gjuhën e saj, e përmbajtur, e stërpërmbajtur. Me sa duket bëri vizitën nëpër Ballkan, por me distyre në Shqipëri, dha mbështetje këtu, siç thot Berisha, pastaj janë marrëzira do që t'i uli, janë tipike të Berishës, ja fut edhe kot, domethënë ta besoj dikush atje, por dhanë mbështetje të jashtëzakonshme. Detyrat bëhen, kjo është data, kemi një datë, domethënë 2030 është fundi, u kryet detyrat, vazhdojmë kështu siç kemi të vazhduar, është normale, është shumë mirë. Okej. Do thoni, jo, ky është qëllimi. Është një qëllim që ka nisur në vitin 1990-91 dhe duhet përfundojë dikur, sepse janë shumë vite që shkojnë. Praktikisht të vijë edhe kryeministri britanik, edhe siç pretendohet vinë edhe presidenti i Francës, do të thotë që në një farë mënyrë japin mbështetje shumë këtij pushteti që është, dhe duke konsideruar ashtu si kundër e ministre e jashtme komisionerja e famshme e Evropës, ministre e jashtme e saj, Ramën, një njeri të stabilitetit politik në Ballkan, kjo është t'i japësh një bonus, t'i japësh një ndihmë edhe për fushatën elektorale. Këtë po mundohem që të bisedoj me ju. Me sa duket ka vendosur edhe kryeministri britanik. Me sa duket ka vendosur edhe presidenti francez. Me sa duket ka vendosur Evropa ta bëjnë këtë punë. Dakor, miqtemi, këtë desha të them. Tjetra është grindja me grushte midis Demaliajt edhe Kujtim Gjuzit. A s'kene bukur, sigurisht nuk është s'kene bukur. A të ndodhë edhe mu, base mund të ndodhë edhe mu, nuk e di. Base shkon në tilt njeriu, nga sharjet fillet, nxehet edhe shkon deri në atë pikë. Mos të qoftë, si me thanë, situata deri në mënyrë tillë, njeriu duhet përmbahet, sigurisht nuk është s'kene bukur, po ja që ndodhi. Unë i pari duhet përmbahem shumë, të gjithë ne duhet përmbahem, po ja para që ndodhë, është s'kenë figurë shumë e keqe, është një turp. Kujt i ka ndodhur, sigurisht Kujtim Gjuzit. Kur del ai duket sigurisht një njeri më i paprekshëm, po çfarë vumre. Vumre sepse Demalia e kapi me shtjelma. Edhe ai po të rigjesh. Tash ai justifikon që nuk desha të grine mëse. Po, në sytë të tjerë ai është njeri që fut bishtin sale dhe ik. Këtë mos ta harrojmë. Nga një trim i madh që bën me fjalë, kur vjen puna për të përballë, betesh një italian i thon codardo. Ne i themi që thon fut bishtin sale dhe ik me vrap, një njeri që shef duke ikur me vrap, rri aty, rrifu po, ama qëndro si burr, ja, iku me vrap. Edhe këtë desha të them. Tash shitjet në ekran dhe përballja pastaj si fut bishtin shale dhe largoju, tregojnë edhe burrin e vërtet. Edhe Kujtim Gjuzi ja tregoi burrin e vërtet. Kjo është edhe Shqipëria madhështore, me kësi kotardosh që ikin. A është veprim i mirë, ai Demaliaj. Sigurisht nuk është veprim i mirë, mund të përmbante, nuk e di se kush është faji, njëri thotë ka ky, tjetri ky, mshau, e çrëndsi ka. Skenën e pash, një që turret për ta rrahur, e gjuanën e shtjel, dhe një tjetër që ik me vrap. Dakor? Kaq desha sqaroj. Ata që ikin me vrap, gjithmonë janë ata që ikin me vrap. Edhe për mu, për këtë, si me thënë, mentalitetin, mund tjetë edhe mentalitet retro, mund tjetë mentalitet i vjetruar, patriarkalist, mund tjetë
gjithmonë ikën me vrap përballjen reale, mbetet një që fut pishtin shalë dhe largohet. Dakord, miqtë?